E ftuar në një studio televizivi ka qenë ish banorja e Big Brother VIP 4 Danja Koka. Ajo ka folur më shumë për eksperiencën e saj në këtë reality show, si dhe planet e saj të ardhshme tani pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Si të ka shërbyer kjo eksperiencë në Big Brother VIP? Më ka shërbyer perfekt. Aty e kam dhënë dashurinë me shumë banorë të shtëpisë. Kam qenë më mirë se ç'duhet. Nuk jam për Big Brother. Nuk kam dëshirë të mërzis dikë, por aty është intensive, do apo nuk do mërzisësh dikë. Ke ndonjë angazhim së shpejti? Shumë shpejt. Është një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha, yjet shqiptar të diasporës. Jam e nderuar të jem pjesë dhe për ftesën që më bën. Është një projekt që ka shërbyer si mozaik për të mbledhur dhe për të sjellë në Shqipëri talente të fushave të ndryshme të botës së artit, kudo ku jetojnë shqiptar. Është një projekt që ka zbuluar talente në botën e artit në këngë, balet, vallëzim dhe janë performues të mrekullueshëm. Një mozaik që do të vinë në Shqipëri për gjysmë finale dhe finalen. Janë gjithsej 22 gjysmë finalistë që vinë në Tiranë dhe është një garë në kuptimin e plotë të fjalës. Unë jam moderatore, juria do të jap vlerësimet maksimale për performancat më të mira. Nga ana tjetër edhe publiku ka mundësinë që të votojë për atë që i pëlqen më shumë në website-in e Top Channel. Përveç votave nga juria do t'i bashkangjiten edhe votat e publikut dhe ai do t'jetë ylli i diasporës shqiptare. Jam e lumtur sepse ky projekt hap siparin për një kapitull të ri për mua. Jam e nderuar, kam një dashuri për televizionin. Është një hap shumë i rëndësishëm. Kemi pak ditë që kemi nisur punën për gjysmë finalen dhe finalen. Do të mrekulloheni, janë performanca të shkëlqyera dhe talente të jashtëzakonshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.